Po, unë mendoj që do duhet kemi optimizëm, mirë po kjo prapë se prapë nuk varet as nga unë, as nga ti, besoj që nuk varet as nga lëvizja vetëvendosje, por 100% varet nga partitë opozitare. Nëse dojnë me bashkëpunu me lëvizjen vetëvendosje, atëherë gjithçka do të jetë në rregull, që i bie thjesht të gjithë do të jenë të kënaqur, do të kemi qeveri të re, do të kemi parlamentin e ri dhe do të kemi president të ri, sepse ideja apo qëllimi i zgjedhjeve është kjo, që të kemi të zgjedhje më të mirë. E unë nuk besoj që janë më të mirë nëse nuk arrijnë faktikisht që ta kryjnë punën kryesore, e cila ka qenë pengesë edhe pas zgjedhjeve të kaluara, që të jetë e pamundshme të zgjedhin presidentin, sepse është diçka që askush nuk na fal, ne nuk ja falim vetvetes, mirë po edhe bota po na shet thuja se jemi të paaftë, do të ta mbajmë shtetin, sepse pa marrë parasysh që gjithmonë po i kemi zgjedhje super mirë të organizume, prapë një lloj ngërçi politik po ndodh thuja se ndoshta po afrohemi gati në vitin e dytë, dhe kjo besoj që është e patolerueshme pa marrë parasysh kush fajin e ka. Dhe mendoj që kemi persona që janë për partinë e tyre, do të thotë që flasin gjithmonë të mirë partisë tyre ata që janë, mirë po perceptimi i qytetarëve është që pengesë po janë partitë opozitare. Pse po e them këtë? Se nuk mund të fajsohet partia e cila fiton më shumti, e cila të quhet thujase paaftë, të thotë që të formoj institucionet, gjë që nuk është e vërtetë, meqense se këto partitë e vogla dojnë ta shantazhojnë partinë e madhe. Mirë po pastaj kemi edhe bllokada të qëllimshme që nuk dojnë me marrë pjesë as në pushtet dhe nuk dojnë me qëndru as në sallën e Parlamentit Republikës Kosovës kur vije koha për zgjedhjen e presidentit.